Java ka nisur me aksidente automobilistike në qytetin e Shkodrës. 2 të tilla janë shënuar brenda pak minutash pas orës 9 mëngjesin e të hënës. Aksidenti i parë është shënuar në dalje të Shkodrës, pak metër largurës së Baçallakut, ku është plagosur lehtë një shtetas kosovar. Burimet nga vendi i ngjarjes treguan se motori me targ Kosove 03512RA është përplasur me një mjet tip Benz me targ AA 703RA. Automjeti nuk është dëmtuar, ndërsa në motor ka patur dëme materiale. I plagosuri është dëmtuar në këmbë, ndërsa është thirrur autoambulanca e Spitalit Rajonal të Shkodrës. Kjo e fundit është nisur me shpejtësi drejt vendit të ngjarjes, por është aksidentuar në sheshin Balshaj në Shkodër, zonë e njohur si Eurodrini. Ambulanca e Spitalit me targ AA 756NP është përplasur me një tjetër mjet në rreth rrotullim, por fatmirësisht nuk ka patur dëme në njerëz. Mjeti i Spitalit Rajonal të Shkodrës është dëmtuar në anë të shoferit. Ndërkohë shtetasi kosovar i aksidentuar në hyrje të Shkodrës është dërguar me një tjetër mjet në urgjencën e spitalit. Ndërkaq policia bëri verifikimet e nevojshme në lidhje me shkaqjet e këtyre aksidenteve. Motori qëndroi në mes të rrugës për rreth 40 minuta, gjë e cila solli trafik në hyrje dalje të qytetit të Shkodrës.